Mbledhja me qendra televizjes vetëvendosje. Dje në zyrën tonë qendrore, u mbajt mbledhja e përbashkët me drejtuesit e qendrave televizjes vetëvendosje. Kjo ishte mbledhja e parë me qendrat pas zgjedhjeve të përgjithshme dhe përmbylljes së cikleve zgjedhore lokale, si vazhdim i organizimit dhe angazhimit tonë në terren. Në mbledhje ishin të pranishëm kryeministri, njëherëzi kryetari i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, sekretari organizativ Alim Rama, si dhe koordinatori i qendrave Salih Zyba. Gjatë takimit u diskutua gjerësisht për situatën aktuale politike në vend dhe për fushatën tonë zgjedhore të sukseshme, e cila u kurorëzua me mbështetje qytetare prej 51, 10 dhe 57 ulse në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Po ashtu u trajtuan çështje që lidhen me procesin e certifikimit të rezultatit zgjedhor dhe konstituimin e institucioneve të reja. Një vëmendje e veçantë ju kushtua edhe aspektit organizativ të lëvizjes, funksionimit dhe organizimit në përqendra, si dhe çështjeve të tjera të rëndësishme për forcimin e mëtejmë të strukturave tona. Lëvizja vetëvendosje mbetet e përkushtuar ndaj organizimit të brendshëm demokratik, përfaqësimit të denjë të qytetarëve dhe realizimit të programit ton qeverisës në shërbim të Republikës.